pak të analizoja një tjetër ngjarje, nëse do kishte mundësi ndërmjetësimi për të hyrë në atë ngjarje. Ngjarja e Fierit. Po. 3 vajzat. Në fakt ke rasti Fierit, kjo çështje mund të zgjidhet me ndërmjetësim, se kemi kodin për të miturit. Këto vajza janë 9-18 vjeç. Dhe në fakt unë ofrohem falas, pra edhe për prokurin e Fierit, ofrohem falas për ta zgjidhur këtë konflikt, sepse këto janë të mitura, sigurisht që ka një vepër penale, por nëpërmjet zgjidhjeve alternative të tre shoqet. Të 4, se kemi pas edhe një mbrapa që mbante telefonin. Atëherë këto 4 shoqet nëpërmjet ndërmjetësimit arrin që të përmirësojnë komunikimin e tyre dhe të rregullojnë marrëdhëniet shoqërore në të ardhmen, sepse duke i dënuar njerëzit i acaron gjërat se sa i zgjidh. Por mendon që jo vetëm a mund të ketë jo vetëm dënim, por mendon që duhet të ketë riedukim për këto vajza, pra sepse mund të varet pastaj si shkojnë çështjet, si evolon çështja. Jo riedukim, po mund të ketë shërbim në komunitet. Këto vajzat mund të pasojnë shkollën, mund të pasojnë mjedisin, ka lloje alternativash dhe që është më e rëndësishme pastaj nëse zgjidhet me ndërmjetësim, këto nuk do kenë certifikat të gjendjes gjyqësore të dënuar që mund t'i ndjeki gjithë jetën. Dhe ky është një përfitim. Por mendon që do të ndërgjegjësohen nëse do të bënin këtë punën në komunitet apo? Patjetër. Sepse janë të reja dhe se rikuperohen shumë lehtë.